që t'jemi në një konflikt kompetence duhet fillimisht t'jemi në një juridikcion, tash të flasim çik speaking in king, si thonë në Angli, kur flitet në ligj, flitet me i gjuhë që është supreme. Duhet jemi brenda juridikcionit. Pra juridikcionet janë të ndara, juridikcion administrativ dhe juridikcion gjyqësor. Çfarë ndodh? Kjo kompetencë që pretendohet që është në konflikt, pezullimi nuk i referohet vetëm kodit procedurës penale në kuadër caktimit të masës sigurimit. Një aspekt tjetër që është shumë interesant që duhet që ta kuptojë dhe publiku është që në këtë moment që është aktualisht nuk ka objekt kërkesa. Legjitimohet kryeministri për ta bërë, po kërkesa nuk ka objekt. Sepse nuk është kaluar cikli gjykat apelit, gjykat lartë. Jo, në gjykat apelit, në gjykat lartë ka një aspekt tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe ajo mund ta ishte më e lehtë dhe ka një probabilitet shumë të madh që të gjykohet në shkallë. Në gjykat apelit fitonte kryeministri. Jo, në gjykat apelit ketë një diskutim, pra kush do pezullohet, pezullimi i shkon detyrës apo i shkon funksionit administrativ. A e prek qeverinë, a e prek qeverinë vendimi, po e prek pra tash ke pezulluar nga puna, ke marrë kompetencë, më fal. Lutem shumë se po bëjmë diskutim shumë profesional, vetëm këto dhe s'po kuptojmë se çfarë po flasim. Nuk jam merr një kompetencë që nuk e ka. Kryeministri ngre një shqetësim i cili që për shkak të mundësisë të tij për të parashtruar një kërkesë është vetëm gjykata kushtetuese, pra si Këshilli i Ministrave. Duhet ta ndiqte ajo individualisht. Është tjetër gjë.